Një 33 vjeçar i shpadhur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Durrës në kuadër të operacionit të koduar Nex. Në pranga ka rënë Mariglen Tahiri, i cili akuzohet nga drejtësia italiane për trafik të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale. Sipas policisë së shtetit, Tahiri ishte shpadhur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata penale e Brescias kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg. Arrestimi u bë pas koordinimit informativ dhe operacional të policisë shqiptare me homologët italian përmes Interpol Tirana. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve në Durrës arritën të lokalizonin 33 vjeçarin dhe të ndalonin me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë. Sipas autoriteteve italiane, Tahiri dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi kriminal të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Pas arrestimit, Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet italiane, ka nisur procedurat për ekstradimin e 33 vjeçarit drejt Italisë. Tahiri pritet të përballet në Itali me akuzat e ngritura ndaj tij nga autoritetet gjyqësore italiane.